Unë realisht mendoj që është më pak se sa duhet të ishte. Më pak se ç'duhet ishte. Po, shumë herë më pak. Pra bilanci është që është përdorur më pak se sa në herët e tjera, apo që jemi mbrapa krahasuar me atë që do duhet? Nuk do e krahasoja me atë që duhet që ka ndodhur më përpara realisht, sepse është diferencë, është kohë shumë e madhe, plus që zgjedhjet në Amerikë treguan që rrjetet sociale dhe online mund të ndryshojë edhe atë të pandryshuar. Kështu që mendoj që duhet ishte më e fuqishme qasja online, duhet ishte më e fortë, duhet ishte me mesazhe, me programe. Unë shoh një problematikë shumë të madhe realisht që më duket çudi që asnjë nga partitë nuk e diskuton. Nëse shihet të gjitha reklamat që janë bërë online, ishin se si duhet të votosh. Po jo pse duhet të votosh apo programin që duhet të zgjedhësh. Pra numri dhe emri, jo arsyeja. Pse ndodh kjo? Unë mendoj që është bërë gabim mënyra e votimit, duhet të ishte shumë herë më e thjeshtë, duhet të ishte me lista të hapura të plota. Këto listat hapura, listat mbyllura kanë krijuar edhe një konfuzion te njerëzit, sepse njerëzit nuk realisht shumica nuk e kupton. Unë biles para se të vija këtu që të rikthejmë edhe te pse duhet të votojmë, po bëja një analizë të zgjedhjeve 2021 dhe 2023. Çfarë të rezultoi? Një analizë matematikore për pjesëmarrjen në votime. Dhe më rezultoi që në 2021, meqense se janë zgjedhje parlamentare, po. Ishin 2023 ato. Po. Në 2023 ishte votimi 39% pjesëmarrja. Më e ulta që nga 2013, mos gaboj. Në 2021 ishte 48%. Nga këto 48%, vetëm 800.000 votues kishin votuar për partinë që është pushtet. Që i bie 11% e atyre që janë në listat e votimit. Pra 11% e 3.5 milion banorëve që janë në listat e votimit kanë vendosur për pjesën tjetër të popullsisë. Dhe mendoj që kjo vjen edhe për shkak se njerëzit nuk e shohin, sidomos këtë vit, unë mendoj që ka qenë një nga fushatat më pak të marketuar apo të reklamuara, për shumë arsye. Kemi një është figura që ka dalë më shumë në papër gjatë fushatës në rrjetet sociale? Kemi pasur disa deputet të rinë të opozitës, që kanë bërë goxha. Janë ata që kryesin listën e më... është një parti e re, se nuk e di tani se... Po, mund t'i përmendësh pa problem, zë të propni, pa tjetër. Kur flasim për analizë, do t'i përmendim që të gjithë. Është partia e Agronshea që ka qenë fuqishme, duke qenë se... Ka bërë më shumë sponsorizime në rrjetet sociale, apo ka qenë më aktiv dhe ka qenë më i ndjekur? Jo, ka pasur më shumë sponsorizim në rrjetet sociale. Një gjë që është, them si surprizë, ka qenë audienca në TikTok, edhe pse u blokua TikToku. Ka vazhduar të jetë njësoj? Ka qenë më e madhe se. Më e madhe. Po. Klikimet kanë qenë më të shumta se sa më përpara. Ndoshta kjo vjen edhe për shkak të diasporës që për herë të parë voton dhe interesi i tyre ndoshta ka qenë më i madh. Mendoj që opozita nuk e ka shfrytzuar siç duhet pjesën online-it, mund të ishte shumë herë më mirë, edhe për shkak të neglizhencës që ka pas në përgjithësi, po referohem, edhe për shkak të neglizhencës që ka pasur partia në pushtet, në këtë pjesë mendoj që duhet ta kishte shfrytzuar si mundësi për të arritur diçka më shumë. Po personi më i ndjekur, kush ka qenë në fushat? Apo kryeministri? Kryeministri dhe kryetari i Partisë Demokratike kanë qenë në një konkurrencë shumë fort. Ka pasur momente ku zoti Berisha ka qenë përpara me pikë përqindje shumë të madhe, pastaj ka pasur një rikuperim, pastaj ka qenë përsëri përpara kryetari PD-s.